Përshëndetje të dashura mikeshat e mia. Doja ta bëja edhe unë një mesazh sensibilizimi. Unë jam e fortë sepse e di çfarë do të thotë të përballesh me një sfidë të madhe. E di si ndihet frika, pasiguria, dhimbja, por e di që me sa forcë dhe dashuri mund të mbaj zemra e një gruaje që lufton dhe lufton fort. E di sa rëndësi ka një fjalë ngrohtë, një dorë e shtrirë, një mesazh shprese, kur të duket sikur gjithë bota po shembet. Prandaj sot dua të jep zëri i mbështetjes për çdo grua që po e kalon këtë sfidë, siç po e kaloj dhe unë vet. Dua t'ju kujtoj secilës se ajo nuk është vetëm. Ka njerëz që kujtesen, që e duan, që besojnë dhe që i rinë afër në çdo moment. Le të mos harrojmë se kontrollet e shpeshta dhe diagnostikimi i hershëm mund të shpëtojë jetë. Kujdesu për vete. Bëj hapin e parë për shëndetin tënd dhe mos ki frikë që të kërkosh ndihmë. Dhe mbi të gjitha mos harro. Ti je fortë, ti je luftëtare dhe nuk je kur vetëm. Ju përqafoj të gjitha.